tashmë e kemi mysafirën tonë të parë për ditën e sotme, një këngëtare të jashtëzakonshme. Unë e thash edhe pak më herët, personalisht e kam pëlqyer edhe vazhdoj ta pëlqej, edhe pse kemi rall në skem, por që urojmë që do ta ketë njëri kthim shumë shpejt. Faleminderit shumë për ftesën. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është gjithmonë kënaqësi me qenë pjesë e Radio Televizionit Kosovës dhe Radios Kosovës, sepse aty gjithçka ka fillu dikur, edhe po vazhdon. Kur kemi rënë dakord që Adelina të jetë në njërin prej këtyre emisioneve speciale kushtuar Festivalit të Këngës në RTK, na komplimentoi, tha, po tha, jam dijeni për këtë programin special, tha, që po bëni, tha, po ne po ju përcjellë edhe këtë mysafir po ju përcjellë çdo ditë. Kam pëlqyer mysafir që i kemi pas aty. Po jashtëzakonisht, domethënë, kanë qenë mysafir tamam kështu kredibil dhe të cilët janë thirrur për me fol pikërisht për këtë festival. Të fillu prej disa profesorëve të mi, që janë edhe kompozitorë dhe masim dhënës, kështu që ata kanë për çfarë të flasin, sepse kanë qenë pjesë edhe akordeve të Kosovës. Edhe ajo nostalgjia për me folë edhe për atë kohë ka qenë natyrisht është e këndshme për neve këngëtarëve, artistave, por në përgjithësi edhe për ne si shoqëri. Sa ajo është një farë trashëgimie kulturore, po themi, që po vazhdon, është një farë kujtese kolektive, po themi kështu. Me I kujtu kompozimet, këngët edhe artistat cilët kanë dhënë kontribut, domethënë dikur, edhe natyrisht tash edhe po vazhdon. Kjo ishte ideja, Adelina, që neve të kujtojmë këto njerëz të mëdhenj të artit, kulturës, të rast të muzikës, kompozitorë dhe këngëtarë, dhe neve kemi qenë vërtet të nderuar me prezencën e Zotit Rando Brava, Besnik Rajkut, Pranvera Badivukut, Kameron Gorancit dhe shumë artistë të tjerë që jo vetëm kanë kompozuar, por edhe kanë kënduar bukur në vitet e 70, në vitet e 80, ato këngë, ato melodi, që tonë italianët ke bella melodia, të jashtëzakonshme që unë ky brezi mesëm se besa thot Hamarti tash ku I mban mend ato, unë si fëmijë I pëlqej më të madhe. Madje kur diskutuam me Ilir Beranin për Trio Ronën, kolega Nora thoshte, po ti mbaj mend, thoshte, po unë si fëmijë mbaj mend se kur erdha 92 në Prishtinë si student, këto ishin në atë kulminacionin e famës së Trio Rona, se përfaqësuan, morën pjesë në 89 në akordet e Kosovës, në 90-ën, më pastaj garonin edhe Karshi Republikave të tjera, festivale për atë këngën e Jugovizionit, në 89-ën, këto kanë qenë të tretët, të dytë ato të tretët Trio Rona, të parët kanë dalë Riva, cilët e fituan dhe Eurovisionin e vitit 1989, unë e kam të freskët të kjo është e mira e festivalit, se është një farë platforme ose skene ose domethënë ku ja umëson edhe gjeneratave të reja me e kujtu këto që e përmenda më herët, domethënë kujtesën kolektive, pra krejt ata njerëz që kanë kontribu, edhe pse ndoshta na me gjenerat nuk është që kemi qenë prezent kur ka këndu, domethënë këngëtarët e viteve 70-ta, por që na krejt ato këngë I dim. Pra. Edhe I rikthejmë na këngëtarët e kemi edhe qatë mision me I rikthy ato masterpiece, po I themi kështu, kryevepra, që me gjithmonë me I kujtu edhe me I ushqy trit sot me këtë trashëgimi kulturore. Adelina, është edicioni I tretë I festivalit të këngës në RTK këtë vit ose Fest 3. Si e cilëson si artiste këtë festival edhe a ka qenë I nevojshëm patjetër që po besoj për të bërë që edhe Kosova ta ketë festivalin e saj. Natyrisht e cilësoj edhe e përgëzoj edhe e përshëndes domethënë këtë iniciativën për me vazhdu festivali, pra është vazhdimësia e akordeve të Kosovës, sepse siç e thash edhe më herët, është platforma e vetme ku edhe krijuesit, qofshin ata profesional apo edhe të rit, është platforma e vetme ku I shpalosin krijtarinë e tyre, domethënë. Edhe ka qenë masë e nevojshme, sepse festivali është shumë I rëndësishëm për një vend. Është, domethënë, një trashëgimi, po themi kështu, se e përmendëm disa herë. Edhe është forma më e mirë ku artistët ku marrin pjesë, domethënë që besojmë shumë shpejt kemi me qenë familjen e madhe evropiane ku do ta përfaqësojmë densisht vendin ton, kulturën ton, ritmet tona, krejt krijuesit cilët angazhohen kur kemi festivale të tilla. Kështu që
natyrisht që e Më mirë cilësoj se kompozitorët dhe këngëtarët nuk e di mund bëjnë këtë gjykimin më real, më të saktë të festivaleve që janë mbajtur dikur dhe tani gjithmonë duke patur parasysh edhe këto rrymë të reja të muzikës në këtë trendin e kohës moderne. A dini juve sigurisht që keni përcjellë edicionin e parë dhe të dytë dhe tashmë kemi 20 këngëtarë që janë musafire që vesa dhe në ato tryezat e diskutimeve. Juve si këngëtarë e njohur dhe që bëni muzikë që pëlqehet nga masa, sa jeni kënaqur me prurjet edhe në edicionin e parë dhe dytë, sidomos në këtë të tretin? Tani do të më qenë shumë real, po dhe do të më qenë edhe një farë lloj realistin kuptimin që gjithmonë te na ka ndodh ndërprerja e festivalit. Edhe tani është kjo vazhdimësia. Është normale që njerëzit fillimisht hezitojnë me marrë pjesë ose me i shpalosat krimtarinë e tyre, por që unë mendoj që viti prej vitit dallon. E rëndësishme është që i kemi njerëzit që janë angazhuar, janë shumë profesional. Edhe besoni që kur kush nuk e di, ju e dini, se ju jeni prapa, do me thonë, e përcjellni gjithë këtë... Edhe pjesë e organizimit. Po, natyrisht, por që kur kush nuk e di se sa punë bëhet mbas një festivali. Pra nuk po flasim veç për do me thonë për zgjedhjen e këngëve, po flasim për çdo detaj, për organizimin, për 1000 detaje. Edhe udhëheqësit kanë ngarkesa të mëdha. Po edhe një duhet me qenë për krasë edhe si shoqëri, po edhe si artist. Edhe unë mendoj që ky festival çdo vit e më shumë ka me ndryshu për të mirë. Qoftë në prurje, edhe qoftë në organizim, sepse qysh në vitin e parë skena ka qenë fantastike. Pra i kanë gjatë skenave evropiane botnore, po themi të festivaleve që janë gjithanej në përbot. Prandaj na bashkarisht, artist, krijues, edhe si shoqëri, si publik, duhet me përkra këtë festival, sepse këtë festival e kemi faktikisht. Do me thënë, nuk është që kemi festivale tjera të mëdha të këtij formati. Prandaj edhe unë kësaj radhe kam pranu edhe pse jam si musafire, po e zbuloja, një surprizë jashtëzakonisht e bukur, por që në vitet në vazhdimsi, natyrisht po e ripërsëris që në momentin që kemi me hy në shtëpinë e madhe që besoj, po pra, natyrisht që edhe prurjet, edhe angazhimi, edhe serioziteti ka me qenë kul. Të largon pak nga kjo... Unë nështë pse jam këngëtare e dalëm prej festivaleve, dhe me thënë se festivalin në farë mënyre e rrit këngëtarin, e bën më të fortë, se ti përballesh aty edhe me një konkurrencë, e sheh vetën ku je, do të thonë ti rritesh si artist. Prandaj unë edhe ka po flas, por rënqethem sepse festivalet thjesht janë në zemrën time. Ç'ne këto provat edhe për juve pjesëmarrësit mysafir? Po, dhe na duhet me pas prova. Prova kanë pas këngëtarët. Jo, po më shkas nga kjo që e thash, se të gjithë këngëtarët që kemi pas të ftuar në studio thonë disi është puna. Çdo gjë është live. Aty ke Tama, puna aty mës me qenë live. Alfred Kaçinari, vetëm kur është e thotë i rap tonë, s'ka aty. Por e vlerësojnë shumë, jashtëzakonisht profesionalizmin e krejt orkestrës që kanë përcjellë live. Jashtëzakonisht unë po them është çfarë që marr me një pozitivitet edhe me një edhe ka po flas, domethënë po rënqithem se gjitha ajo orkestër e madhe janë pothuajse krejt kolegë të mi që kemi studiu bashk, kemi shku në një rrugë artistike bashk. Janë shumë profesional, janë të rritën profesionalisht edhe jashtëzakonisht mirë edhe si njerëz. Që domethënë që kemi mas shumë të nevojë në këto, po themi këto ditë e sodit me këto probleme tona, me shpërnda pozitivitet. Mandej, kur flasim për kompozitorët, ju e përmendet edhe Fred Kaçinari. Me Fredin kom pas provojat jashtëzakonisht të mira edhe këngë cilat mi ka bo Alfred Kaçinari dhe që kam qenë pjesëmarrës të gjitha ne për festivalet në Shqipni, që jam shpërbly pikrisht edhe këtu në njërin prej festival dikur që është majt natyrisht prej organizimeve dhe angazhime private, se do me thonë me ato mundësi tona që i kemi pas. U pata shpërbly me vendin e parë një këngë që në fakt në
Top Radio Kosovën ka qenë 12 javë rresht kënga ma e dëgjume. Pra, e mira e kësaj është që ka artist të ri, profesional, artistit që tashma janë dëshmu si kompozitor, dhe më thënë që janë jashtëzakonisht mirë, është një ndjenje mirë, është një atmosferë mirë, një bashkëpunim, që gjithmonë këta e kërkoj me pas edhe në sfera tjera. E përmendë skenografi në besa, mos të haroj, kishim këto të Eurovision Kosova, këto mysafir në studio. E di çfarë thotë ai Albani, e djali thotë, uniki, thotë ideal. Thot skenografin që kemi ne, thot i kalojmë televizionin publik shqiptar atje në Shqipëri, se ata kanë një sallë, thot neve kemi një sallë të madhe, kemi rikuperu pak, këto sepse sallë është djegur, juve dini ajo salla e madhe e Pallatit të Rinisë dhe Sportit, thot madje, thot të shumë më mirë është si festivale në rajon. Skenografia thoshtë, madhështore, shumë e bukur për sy. Madje edhe feedbackun që kemi nga kolegët tanë që në televizionin publik shqiptar, por edhe gazetarët e tjerë nga Shqipëria thotë, o zotëri thotë, çfarë skenografie vetëm për 2 edicione keni patur ju, halal ju qoftë, ha? Kështu e thonë. Po, është angazhu. Prandaj kjo është se natyrisht që po themi ai thelbi prurjet, gjitha këto që i përmendëm deri më tani, mandej është edhe e rëndësishme shumë edhe imazhi dhe dukja dhe. Po secili, e mira e të mirës është që secili profesionist ka hyrë aty edhe secili po e bën punën e vet në mënyrën më të mirë. Kështu që kjo është ajo. Këta jemi munduar Adelin gjithë secili prej neve edhe si punëtor të këtij institucioni që organizon festivalin i munduar secili në ato detyrat e veta ta bëj në mënyrën më të mirë. Ju përgëzoj. Edhe faleminderit shumë, edhe na ka shku diçka si me qef, nuk e kemi marrë me nervoza, me strese, me jo bën e ti, jo s'ke kjo është e mira. Por ka shku diçka si mirë niksi. Gjithmonë duke patur parasysh se kemi edhe gjithmonë duke patur parasysh rrethanat në të cilat ndodhemi si institucion dhe televizion publik, nganjëherë mungesë rrogësh e këto. Siç e kemi aktualisht. Siç e kemi dhe aktualisht, po neve do ta bëjmë punën tonë se janë paratë e qytetarëve taksa pagus janë qytetarë i Kosovës që nesër nëse sot jo nesër do t'i marrim këto paka, prandaj kemi patur gjithmonë pavarësisht rrethanave vullnetin dhe gatishmërinë për nxjerr më të mirën, sepse të gjithë janë organizatorë, përveç profesionistëve, Adelina, Florin dhe të tjerë që angazhohen prapasken janë gjithë kolegë punëtorë të radio televizionit të Kosovës. Dhe që tha dhe Adelina janë shumë që punojnë prapa. Shumë prapasken që nuk i shohin. Jemi munduar këtë vit edhe atyre Adelin t'i ftojmë, t'ja u dëgjojmë zërin, punën e tyre në kanalin e dytë, pikërisht prapaskenat e festivalit ose njerëzve që punojnë jemi munduar që t'i ftojmë. Por, Adelina. Hajde edhe një pyetje sepse unë desha me pyet diçka për këngët, pse nuk e kemi një këngë të edicionit të dytë dhe të parë këngë të bukur si dikur, për shembull këngë moj, pranvera në Prishtinë, kujdes që kanë rezistuar kohës. Okej, edhe këtë. Pas pak. Por Adelina, po na flet me shumë dashamirësi për festivalin e këngës, për pjesëmarrjet e tua në për festivale të ndryshme. Unë jam këngëtare e festivaleve që e dim ke marrë edhe çmime të jashtëzakonshme ndër vite ose në paraqitjet e tua. A e ke menduar që vitin e ardhshëm? Si dihet. Se jo me qenë pjesë e festivalit? Unë asnjëherë, aty ku ka art, ku është muzika, ndoshta ka më të pëlqyer kështu. Jam edhe tepër mirë këtë vit edhe me qenë garuese vitin e ardhshëm. Pse jo? Ne zakonisht bisedojmë shpesh me kompozitorët, me se çka do të ndodhë, domethënë në vitet e ardhshme. Si do t'jemi, të inkuadrum, në projekte. Kështu që, pse jo, aty ne kur nuk hezitojmë me dhanë gjithë potencialin tonë, sidomos kur është në pyetje me përfaqësu vendin tonë, akoma mirë. Mu më ka ra në 2-3 raste me përfaqësu Kosovën, përveç që kam këndu barabar me zanin edhe zemra atë njëjtën kohë ka këndu e që besa ka dashur edhe më ndal për vendit se po e përdori kështu. Është e jashtëzakonshme kur e përfaqëson popullin ton, artin ton, traditën, trashëgimin, është gjë e bukur. Këtë që e thoni ju, jam shumë dakord edhe me këngëtar dhe kompozitor të dikur shumë, të asaj kohë që kanë thënë shumë festivale akorde të Kosovës tonë që duam që festivali këngës në RTK, përveç që hap rrugë për këngëtar, për brezet të rinj, të jenë pjesë e festivalit edhe bikëngëtar. Kështu thonë ata, bikëngëtar, këngëtar me eksperiencë, me përvojë, që të jetë një lloj kombinimi duke krahasuar pak edhe me Sanremo, no, që ka
ka dhe këngëtarë të vjetër, po dhe këngëtarë të rinj, ai që meriton. Prandaj ndoshta duhet bërë përpjekje më shumë këtë drejtim edhe nga organizatorët e festivalit që të kemi jo vetëm prurë të rera, por edhe big këngëtarë të bëjmë një lloj kombinimi interesant që ta nxjerrim më të mirën e asaj këngë që duke shpresuar që nesër pas nesër të jemi pjesë e Eurovisionit drejt martë, se zboneve me këtë brum që kemi, me këtë këngëtar. E di çfarë thonë ato Andri Gjahu Sadu, e di çfarë më tha kolegu nga televizioni i cili do ta kemi pak më vonë në bisedë drejt për drejt. O zotërit, apo ky brumi nga Kosova tha, e kemi Rona Nishliun të parën tha, që vazhdon me suksesin më të arritur, po prandaj. Na jemi me fat, pavarësisht që jemi një shtet i vogël edhe nuk është që kemi numër të madh banore kështu, po qatë shumë kemi kualitete në gjitha sferat, sa nga një herë po kam frikë që nuk po dim nështë edhe mirë me i shfrytzu dhe me i shpërfaq ato, por nëse flasim te arti, te muzika, unë jam edhe si mësimdhënëse, si profesoresh, do me thonë, ka 22 vite, do me thonë që unë mrekullohem me nxënca dikur, e tash me studentë e mi, të jashtëzakonshëm, të talentuar me ngjyra të bukura, do me thonë me potencë vokale që nuk muj me ja u përshkru. Edhe do me thonë jemi si popull me fat, kemi shumë të mira, do me thonë, në gjitha fushat. Duhem me punu pakës ndështa në këto drejtime tjera që na kanë prekupu këto ditë të fundit, duhem me punu me qenë pak ma të bashkum, sepse gjithmonë artistat, sportistat janë ata që e përfaqësojnë shtetin, i bashkojnë njerëzit, japin mesazhe që vërtet ne kemi kalu, ju e dini se me gjenerata me siguri jemi aty këtu, ne kemi kalu luftën, kemi kalu në për shumë procese të rënda, kemi pas traumat luftës e ku ta diun, edhe mendoj që është koha me dhonë mesazhe edhe me qenë pak ma të bashkum, edhe sepse si shtet i ri, kemi nevoj për një përfaqësim dinjitoz, me dhonë shembuj, edhe na shembuj po japim kultura dhe sporti, po edhe në aspektin politik, fusha tjera. Kemi njerëz me karriera, me bagazhe të jashtëzakonshme, kështu që arti i bashkon zemrat, shoqërinë, arti thjesht është pacor. I te i kalon edhe kufit. Më kujtove një thënie të këti Michael Jordan, basketbollisti një që e kam përcjellë shumë dikur. Thot talentin unë e kam. Talenti është, thot po, lojën e fiton ekipi. Shumë është e vërtet. Këtu, sa mirë që e përmende, ndoshta neve na nuk në përgjithësi po flas. Sepse nuk është që nuk kemi, por në përgjithësi në ekipe jemi pak të zërshëm me bashkëpunu. Individualisht jemi më mira. Por unë du me besu që në të ardhmen se cilën herë kemi me qenë ma të bashkume dhe thjesht kemi bo ma të mirën. Gjermania kishte suksese si kombëtare e futbollit, se thoshte ne jemi die Mannschaft, ne jemi skuadër, nuk jemi skuadrillo si thonë italianët, po skuadër dhe me ekipi fort që si ekip neve zgjedhim rezultat. Që na thot miqi shpesh edhe neve këtu, me kolegëve të ti. Kur ishte me pak në numër thashë sot jeni skuadrillo, kur ishte në numër ndonë të gazetar, wow, sot skuadër, die Mannschaft. Kjo është sikur solistat kur kanë prezantime solistike, pra vetë, natyrisht që krejt bara bien mbi solistin. Pra kur janë ato performancat, por kur jemi në kër, për shembull, si kori filharmonisë, do me thonë, aty duhem me qenë në të njëjtin tamam me funksionu si skuadër. Prandaj kjo Mirë, minutat përna ikin minutat shumë shpejt, Adelina, por përveç e tha dhe vetë, është surprizë e këtij edicioni të Fest 3 dhe do t'jetë pra si mysafire, do ta kemi Adelinën në skenë. Natën e parë, në natën e dytë, me datën 7 të premtën, do me thënë. Që i bjen nesër do t'kemi. Mirë, aty është e hapur dhe kanë të drejtë pra dhe njëherë gjithë dëgjuesit tonë dhe qytetarët e Kosovës që të marrin pjesë edhe të ndjekin këtë festival, por edhe artistët mysafir që do t'i kemi. Por Adelina, përveç pjesëmarrjes në festival, a do të kemi diçka
nga ty në projektet e Së tua? shpejti. Së shpejti. Unë nuk jam kështu si person edhe në jetën e përditshme, në jetën reale kështu që premtoj shumë ose flas shumë. Se gjithmonë kam qef me kur të përfundon projekti 2-3 ditë përpara me fol. Se kam përshtypjen sikur po ju jap shpresë ose publikut se besoni është e jashtëzakonshme edhe pavarësisht jo prezencës time të shpesht, gjithmonë kam mesazhe prej ardashëve të muzikës time ku më shkruajnë, domethënë, edhe aty e shoh sa pas na lon një pikë në oqean, si themi kështu, me muzikën time dhe interpretimin tim. Kështu që po, plane kam shumë plane, edhe natyrisht që me kalimin e kohës do t'i shpalosim kështu Viti ardhshëm, tash jemi Hic po flasim. Hic po flasim. flasim. Pjesëmarrjen si garuese mendoj edhe një herë. Patjetër. Në festival. Patjetër, sa oferta, sa më është ofru, patjetër. Se dy të ftuarit që i kemi pas, Adelina po besoj Inje dhe i ke po, të festivalit të kaluar Arnit Kastrati dhe Dea Strica. Në Alan me nënkuptu që ndoshta do t'jenë edhe vitin e ardhshme garuese. Ato kanë qenë vitin e kaluar. Po, pse jo? Unë në fakt i inkurajoj të rit me marrë pjesë sa më shpesh, do me thonë se aty fitohet edhe përvoja dhe eksperienca në skenë, edhe janë 3, dikur ne kemi shku prej një festivali në një festival tjetër, mbrana vitit, do me thonë nuk ka pas festival që s'kemi marrë pjesë. Kjo është një plus shumë i madh, andaj i ftoj të gjithë, mos hezitoni me krimet e juja të bukura, me interpretimin. Tani këta trit kanë edhe shije, do me thonë kemi një rini ku thjesht janë hap me botën, me muzikën, me artin në përbot. Kjo e ka dëshmu mas mirët edhe me artistet tona, tashme që po bojnë bum gjithandej. Para se të përfundojmë bisedën, kemi edhe shumë mesazhe që po vinë, po thot e përshëndes Adelinën nga Zvicra, mysafirën, çfarë bisede mirë, mrekullueshme, unë po relaksona, thot me përgjigje dhe me respekt Adelinës dhe kontributin e saj që ka dhënë për muzikën në përgjithësi. I falenderoj krejt këta njerëz të mirë, gjithanej në përbot, cilë të më shkrujnë se mos haroni për artistin, duart rokitjet, motivimi, fjalët e mira, edhe vlerësimin që na bojnë nuk ka gjë më të bukur. Na veç ashtu plotësohemi, kështu që prej zemrës e përshëndes edhe unë. Faleminderit shumë. Adelina, të falenderojmë, shumë sukses e ty edhe në përditshmërinë tënde si mëdhënëse, po ashtu të presim bashkë me Nikin më në ardh prapë në studio. Patjetër, me 3 shumë ditë kënaqësi. para publikimit të projektit. Me shumë kënaqësi. Do të thonë, ky është vendi ku është i vetmi vend ose dritare ku ne artistët i shpalosim projektet tona edhe me qenë më afër me publikun. Këto mysafirë special, si që janë Adelina dhe të tjerë, do t'i kemi edhe në post festivalin, edhe tani kanë me bë këtë gjykimin real, shumë natyral për festivalin. Ishte në rregull apo nuk ishte në rregull? Unë veç publikisht më sta haraj, mi përshëndet krejt kolegët e mi që janë pjesëmarrës në festival, profesorët e mi që janë angazhu me krejt kapacitetin e tyne, edhe natyrisht edhe Alfred Kaçinarin, po kryesorin Florent Boshnjakun, i cili ka tashmuj që ma ka boftesën, e falenderoj shumë dhe ju uroj sukses, sot ju shkof në barë, dita e parë. Po, shkoftë në barë, falenderit edhe ty nesër, të shkoftë mirë në barë, paraqitja jote që do ta kesh pas një kohë, një rikthem, kështu që po besoj do t'i kesh emocione. Jo, bash pas një kohë, vitin e kalum isha me koncertin tam solistik, dhe më thonë, kështu që këto paraqit... Në festival, po. Në festival është diçka tjetër, po themi si paraqitje. Sigurisht. I ka dhe ato emocionet si që i kam pas edhe trind konkurentët që i kemi pasur të emocionet janë pjesë e jona, ajo tregon që keni përgjithësi edhe tregon shumë çka, edhe shumë normale, po ne ato pastaj dimi kanalizu edhe me thonë matë mirën s'ke. I menaxhojmë. Mas mirë, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ka nga më e mirë dhe më që më pëlqen shumë. Me shumë kënaqësi e dëgjojmë, e rikthehemi pas pak bashkë me Niken.